Na ka ndodhur të gjithëve të kërkojmë një këshill dhe të marrim dy përgjigje krejtësisht të kundërta. Është vërtet frustruese apo jo? E po, pikërisht kjo ndjesi qëndron në thelb të asaj që do të zbërthejmë sot. Pse këshillat e mira shpesh duken se kundërshtojnë njëra tjetrën? Le të hyjmë kësaj teme. Ja, merreni këtë shembull klasik. Në njërin anë, të gjithë e dim thonjen, mendoje mirë para se të hidhesh. Pra, theksi vjet te maturia, te përgatitja. Por, nga ana tjetër çfarë na thon? Kush heziton, humbet. Një thirrje e pastër për të vepruar shpejt, për të kapur çastin. Dhe nuk mbaron me kaq, ja edhe një tjetër. Dy koka vlen më shumë se një. Do me thonë, bashkëpunimi është çelësi. Por menjëherë na vjen në mendje edhe paralajmërimi tjetër, shumë kuzhinier prishin gjellën, që në thelb do të thotë se shumë njerëz bashk bëjnë rrëmuj. Pra, cila është e vërteta këtu? E po, kjo situatë nuk është thjesht një kuriozitet gjuhësor as pak. Ajo krijon një disonance kognitive, një lloj konflikti të brendshëm që shpesh na lë të ngrirë pa ditur ç'të bëjmë. Kur çdo këshill e mirë ka një kundërshtar po aq të vlefshëm, si mund të merret një vendim? Mirë, kjo na çon drejt edhe pyetja kryesore. Pse ndodh kjo gjë? Pse këshillat e mençurat duken sikur janë në luftë me njëra tjetrën? E po, përgjigja nuk është se njëra është e saktë e tjetra e gabuar. Jo, përgjigja në fakt fshihet te vetë natyra e ndërlikuar e botës sonë. Pra, këshillat janë kontradiktore sepse vetë realiteti është i tillë, është kompleks me shumë faqe. Këto këshilla thjesht pasqyrojnë këndvështrime të ndryshme për të njëjtin problem. Dhe këto këndvështrime ndikohen nga gjithçka, nga konteksti, nga vlerat tona filozofike, nga faza jetës apo një projekti ku jemi, madje edhe nga mjetet e ndryshme që zgjedhim për të arritur një qëllim. Dhe nga të gjithë këta faktorë, njëri është absolutisht mbreti, konteksti. Duhet ta kemi të qartë, asnjë këshill nuk vlen për çdo rast. Vlera e saj varet tërësisht nga koha, nga situata konkrete dhe nga qëllimet. Po ta kuptojmë këtë, kemi gjetur çelësin për të deshifruar gjithë këtë rrëmuj. Mirë, mjaft me teori tani. Le të shohim se si funksionon kjo në praktik. Do të hedhim një sy dy rasteve studimore ku këshillat kundërshtuese janë normë, por ku të gjesh rrugën e dur është absolutisht të mundur. Rasti i parë na vjen nga bota e financave personale, një fushë ku, le ta pranojmë, ka plot këshilla të kundërta. Dhe pyetja e madhe është kjo: a është vërtet i gjithë borxhi i keq? Këtu kemi një përballje të vërtet filozofish. Nga njëra anë, kemi idenë e pastërtisë financiare, shmanget çdo borxh për të pasur qetësi mendore dhe siguri. Nga ana tjetër, kemi ata që shohin borxhin si një mjet, si një levë të fuqishme që, nëse e përdor me zgjuarsi, mund të çojë shumë më shpejt drejt suksesit financiar. Pra, cila është zgjidhja? Çelësi është të bëjmë dallimin mes borxhin të mirë dhe borxhin të keq. Mendojini kështu: borxhi i mirë përdoret për të blerë diçka që rritet në vlerë ose prodhon të ardhura, si për shembull një kredi për një apartament me qira. Ndërsa borxhi i keq, ai financon konsumin, gjëra që humbasin vlerën, si ato blerje të shtrenjta me kartë krediti me interes të lartë. Okej, le të kalojmë tani te rasti i dytë, këtë herë nga bota e strategjisë së biznesit. Dilema këtu është kjo: të planifikosh gjithçka me detaje deri në presjen e fundit, apo të jesh gati të ndryshosh kursin sa hap e mbyll syt. Këtu përplaset planifikimi tradicional, ai që kërkon një plan biznesi të hekurt, të detajuar, para se të lëvizësh qoftë edhe një gisht me metodologjinë moderne të Lean Startup. Kjo e dyta e përqafon idenë e përshtatjes së shpejtë, të testimit në treg dhe të mësuarit hap pas hapi. Edhe një herë, gjithçka varet nga konteksti. Konteksti është mbret. Për shembull, një plan i fortë dhe i detajuar është absolutisht i domosdoshëm në një industri si ajo farmaceutike, ku investimet janë të mëdha dhe rregulla të forta. Nuk mundesh thjesht të testosh një ilaç të ri në treg apo jo, por për një aplikacion celular në një treg të paqëndrueshëm, qasja Lean Startup është pa diskutim më e zgjuar. Pra, gjithçka varet nga industria, nga sa i sigurt është tregu dhe nga kapitali që ke në dispozicion. E gjithë kjo na sjell te zgjidhja, te koncepti kryesor, arti i meta-urtësisë. Shikoni, qëllimi nuk është të grumbullojmë sa më shumë këshilla. Jo, qëllimi është të zhvillojmë aftësinë për të lundruar mes tyre. Po çfarë është saktësisht kjo meta-urtësi? Mendojeni si një nivel më i lartë të kuptuarit, ai që të lejon të lundrosh në këtë dualitet të pashmangshëm të këshillave. Thelbi është të pranosh se urtësia nuk është një listë rregullash të shkruara në gur, por një proces dinamik, një proces i gjallë. Mirë, po si e kultivojmë këtë aftësi? Ka 4 shtylla kryesore. E para, ndërgjegjësimi për kontekstin, pra të vlerësosh sakt ku ndodhesh këtu dhe tani. E dyta, nuanca dhe balanca, të gjesh
atë mesin e artë, ose të dish kur është koha ta anësh nga njëra anë. E treta, mendimi kritik, mos i merr gjërat si të mirëqëna, vëri në dyshim supozimet. Dhe e katërta, e pazëvendësueshmja, prova dhe gabimi, të mësosh duke bërë nga përvoja praktike. Dhe kjo na lë me një mendim të fundit, paksa provokues. Barra e metaurtësisë është e rëndë, e dini pse? Sepse kërkon që të heqim dorë nga kërkimi një harte të gatshme dhe të fillojmë të bëhemi vetë lundruesit. Në fund të ditës, nuk ka të bëjë me gjetjen e përgjigjes së duhur, por me zhvillimin e aftësisë për të bërë pyetjen e duhur në kontekstin e duhur.